Në vlerësimin ton bazuar në atë çfarë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve gjatë ditës së sotme ka monitoruar, procesi ka shkuar në pjesën e tij dërmuese me një përjashtim sporadik në përputhje me të gjitha rregullat dhe standardet. Problematikat e konstatuara kryesisht në mëngjes në momentin e hapjes votimit janë adresuar menjëherë nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Përfshi këtu problematika që lidheshin me paraqitjen e komisionerëve në qendrën e votimit, të operatorëve të përdorimit të pajisjeve elektronike të identifikimit. E në këtë rast sjell edhe një herë në ndjenin tuaj që procesi i identifikimit elektronik ka shkuar shumë mirë, përveç ato 4 raste kur operatorët nuk u paraqiten dhe 4 të tjera ku pati u ndërprer procesi i identifikimit me pajisje dhe u kalon në identifikimin nëpërmjet listës së zgjedhësve. Kemi patur shkëmbimet e informacionit me prokuroritë e jurisdiksionit të përgjithshëm për 5 raste, 2 raste në Tiranë, 1 rast në Elbasan, 1 rast në Korçë dhe 1 rast në Berat. Informacionet të cilat i kemi marrë ne si KQZ nëpërmjet monitoruesve apo dhe inspektorëve të terrenit dhe këto informacione në gjykimin dhe në vlerësimin ton të lidhura me akte që mund të vlerësohen si të shkelje të karakterit penal, ja kemi përcjell këtyre prokurorive për kompetencë shqyrtuese të mëtejshme. Përpara se ta përfundoj këtë paraqitje informative në lidhje me mbylljen e procesit të votimit, sjell në vëmendje që tashmë kalojmë një fazë po kaq të rëndësishme dhe të procesit të numërimit dhe të vlerësimit të fletëve të votimit. Dhe ajo çfarë më së pari të gjithë do duhet kemi në vëmendje është qetësia që do duhet tu krijojmë veçanërisht partitë politike dhe udhëheqësit politik, atyre të cilët janë angazhuar në këtë proces, numërues, antar të komisionit. Është e këshillueshme që edhe pse është në përputhje me detyrimin që kanë të gjithë për të respektuar kërkesat e ligjit, që deklarimet për rezultatet të cilat vinë vetëm pas vlerësimit të fletëve të votimit, paraprakisht nga përfaqësuesit politik, janë pas një lloj vlere dhe janë kontribute jo pozitive në mbarvajtjen dhe integritetin e procesit. Tashmë qytetarët shqiptar kanë votuar, votat gjenden në kutitë e votimit. Të gjithë do duhet kemi durimin të presim numërimin dhe vlerësimin e këtyre votave. Është një proces edhe i vështirë, veçanërisht për ata komisionerë dhe numërues që do të angazhohen, e dinë shumë mirë se si realizohet ai proces. Ndaj është me rëndësi që të ketë qetësi dhe vetë përmbajtje nga të gjitha palët politike për këtë proces. Kemi krijuar të gjithë infrastrukturën që ky proces të monitorohet dhe të vëzhgohet nga përfaqësues partive politike, nga kandidatët të cilët e kanë të drejtën për të qenë prezent ndaj numërimit dhe vlerësimit të fletëve të votimit, e vëzhgues të tjerë, media natyrisht, dhe besoj që nëse të gjithë do të bëjnë atë çfarë ligji ka përcaktuar për të bërë në këtë rast, ne do të kemi rezultatin paraprak të zgjedhjeve brenda fatit përcaktuar nga Kodi Zgjedhor, pra jo më vonë se pasditja e ditës martë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, dhe këtë e konfirmoj me vendosmëri, nuk do të toleroj asnjë rast apo iniciativë e cila shkon kundër
integritetit të procesit të numërimit dhe vlerësimit të fletëve të votimit.